Është shtyrë për herë të tretë seanca e parë në themel ndaj kryetarit të Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, në gjykatën kundër krimit dhe korrupsionit. Shkak për shtyrjen është bërë mungesa e avokatit të tij, si dhe njërit prej anëtarëve të trupit gjykues të GKK. Seanca e rradhës është saktuar të mbahet në datën 29 maj në orën 9:30. Benet Beci dhe 6 pandehur të tjerë, Adela Ruko, Edlira Mitrushi, Jonit Kazani, Yll Kanishku, Premtim Dauti dhe Rudin Xhoni, dyshohen nga prokuria e posaçme për kryerjen e veprës penale të shkeljes së barazisë në tendera, kryer në formën e bashkëpunimit. Ata akuzohen se kanë favorizuar një kompani private në një prokurim me vlerë rreth 650.000 euro. Sipas pak të pandehurit, kanë shkelur barazinë mes operatorëve në një tender konsulense të zhvilluar nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare në vitin 2019 me objekt zhvillim strategjik i sektorit energjetik. Nga hetimet ka rezultuar se Benet Beci në bashkëpunim me 6 varësit e tij kanë vepruar në kundërshtim me legjislacionin për prokurimet publike, duke paraqaktuar dhe krijuar avantazhe e privilegje të padrejta për shoqërinë fituese të kësaj procedure prokurimi, Consulting Management Albania SHPK.